Po Shqipëria, mbrojtja jonë në gjithë të histori, se ju keni qenë ministri mbrojtjes, zoti Vukaj, çfarë bëri gabim, po më e rëndësishme çfarë duhet bëj? Në kuadrin e mbrojtjes për mendimin tim janë bërë shumë gabime. Që mbas viteve 90 çdo vend i vogël që kërkon mbrojtje, përgatitet për mbrojtje, jo për sulm. Vendet si ne përgatitet për sulm. Bazën kryesore, njerëzore për mbrojtje kanë të rezervistët. Po të marrësh vendet e vogla, Zvicrën, Suedin. Ne, si koncept komunist, që s'ka qenë fare komunist, e shdukem. Po të pyesish sot, nesër, të ndodhi me një situatë tillë, njerëzit a dinë me përdor pushkën? Edhe si kur të kesh push me vëllën gjithve, push të më thanë, mjetë luftarake, a dinë me i përdor? Jo, shumë ma thjesht. Këto grupet kriminale dinë. Gjithsesi nuk unë thëmë për mbrojtje popullsia, sepse ne shdukem si koncept. Qofse ma një mend, edhe besiguri e mend, 97-ën, kur udhëheqjes asaj kohe, ju desht në rezervistët për me i që unë me luftu, qonin letra, nuk vinin rezervistët. Edhe ato që vinin, nuk dinin për më shku. Sepse u prish koncepti. Tani po vazhdoj sot. A di njerëzit tonë, po më rinin. Se në luftë, rinia është ajo që luftën. Se unë në shokët jemi në moshë, mund të më shtesim me lafe, por a din me i përdor armët? Ja. Atëherë pra, se këtu fillën përgatitja. Po vazhdoj, përse i shkatërum industrinë ushtarake? Shiko, 97-ën, industria ushtarake shpëtoj. Shpëtoj? Po. Kombinati Poliçanit... 4 uzina që kishim ne Gramshi... dhe shpëtuan si që ishin. 4 uzina? Në të ko. 3 uzina e 1 kombinat. Unë majmëm që kur kam qenë në Bruxelles në summitin e NATO-s, mu afru një firmë suedeze për bashkëpunim. Wow! Pse? Sepse ato dinin e njihnin industrinë tonë, sepse ne kishim ble pajisje shumë të veçanta nga suedest, cilat ishin pa prekura. Edhe unë i thash kështu, ne jemi qeveri e përkohshme, jemi qeveri e pajtimit kombëtar. Vetëm për këtë periudhë deri në zgjedhje. Unë këshilloj që mas zgjedhjeve këto ti vazhdosh me pasardhësin tim dhe me qeverinë që vjen, sepse do të jetë interes tonë kjo punë. Pse nuk vazhduan? Shqip pislajqet. E kujt? Për njerëzve tonë. Të socializve? Po pse? Nga kemi dalë ne socializë, nga këtë popull kemi dalë. Dhe të kryeministit Fatastan? Ja, nuk e thënë. Po të kujt? Ta ti të vogli që merresh me këtë punë. Se këtë punë fillon nga i vogli. Derte, s'ka rëndësi. Unë po të them që... A ishte kjo vepër e shërbimeve sekretet tuaja, armike? Nuk e them, sepse nuk e di. Unë jam shkput, kam kaluar në detyra tjera. Tani, po të them edhe tjetërën. Kur kam qenë Turqi, Turqit më kërkuan, ne pas kemi pas, aty i mësovë unë, se unë si jam ushtarak, unë jam inxhinier me profesion. E jam marrë me punë, nga më të ndryshme, por që ne pas kemi prodhu një fishek me shumë cilësor, edhe më kërkuan Turqit 1 miliard, bëjmë kontratë. Unë i thash, jo, sepse tani po vi, pse u shkatru kjo industri? Si, jo, prit, dale. Ju kërkuan 1 miliard fishek? Fishek, po. Që prodhoshin Poliçan? Që prodhoshin të këne. Po jo, në Poliçan, se ati ishe municionit. Po jo, se jo mirë në të. Sepse ato ishin shumë cilësor, si më specialistë. Po shumë ishin të fundit ato. Po mirë pra, dhe unë i thash, ne jemi qeveri e përkohshme, do vinë të tjertë. Nuk di që o ba, unë di këtë që u shkatru industria. Dhe tashti, kërkojmë me ngrit industrinë. Me ngrit industrinë e prodhimit
të armatimeve, të barotit, e tjerë, e tjerë. Duhet të ngrejnë? Pa tjetër. Duhet të ngrejnë? Pa tjetër. Ka drejt Kryeministri? Pa tjetër, për mu, unë e kam thënë me ko, mor njerës mos e shkatroni. Sepse u ruajten, bravo ju qoftë aty në njerëzve që e ruajten industrinë ushtarake. Mbetemi këtu të 97-a, se të flasësh me Shaqir Vukaj dhe të mos përmendësh dhe mos trajtosh 97-ën, i largohesh shumë. Janë dy momente, zoti Vukaj, që lidhen edhe me 97-ën, po edhe me atë që thatë ju me Serbinë. Besoj ju kujtohet kur Miloševići në 91-shin tha Shqipërinë tha e marrë tha vetëm me shoqatën e gjuetarëve. E gjuetarët e Beogradit. E të Beogradit, jo të Serbisë, Beogradit, unë e dia... Por shtoj edhe këte, po? Se kemi hargju tha $20 milion. Kjo është tjetër, jo, këtë do ta thosha. Janë të lidhura. Janë të lidhura. Unë kam pyetur presidentin e asaj kohe, zotin Berisha. I kam thënë, Sheshelin parlamentin serb, i kërkoi llogari Miloševićit ku shkuan $20 milion për destabilizimin e Shqipërisë. Ja ku i keni thaj, shoh si e shkatërrisur Shqipëria, kanë shkatëruar dhe furrat e bukës. Tani, zoti Berisha ka dhënë një përgjigje që kjo është e konfirmoi që po, kjo ka ekzistuar dhe ka qenë vepër e shërbimeve tuaja, madje tha që ka pasur edhe dënime. Tani unë pyes juve, si një njerëz që keni qenë aktiv edhe si politikan dhe nën kryetar kuvendit dhe deputet në 91-shin, 92-shin, 96-ën dhe 97-ën, veçanërisht 97-ën. Çfarë ndodhi zoti Vukaj? Se kjo pyetje është për një moment shumë të rëndësishëm historik të Shqipërisë, nuk është një ngjarje politike i them thash. Çfarë ndodhi? Shqipëria u shët në një krizë. Treguesi i kësaj krize ndërmjetërave ishte masakra e zgjedhjeve të majit të 96-s, 26 maj. 26 maj, 96. Masakra. Dhe që në koj për që përthy ishin piramidat. Kja është dhe pak fjalë. Shërbimet e huaja kanë vepru gjithmonë, si që veprojnë edhe sot. Dhe jo vetëm lajnësh, po të veprojnë kundër njëri tjetrit, me njëri tjetrit, kjo është punë e tyre. Por, këto ishin kryesorit që qunë në 97-ën. Kriza totale që përfshiu Shqipërinë, gjitha fushat. Kudo? Shkatërimet mas, njerëzit pa punë. Dhe shiko, 92-shin, ne ishim koshient edhe në Partisë Socialiste që do t'i fitoj këto zgjedhje PD-ja. Pse? Në atë që po ndodhin në Shqipëri, ta marrin, t'i provojmë. Që ndodhin në 4 muaj më vonë, 5 muaj më vonë, korrik, u banë zgjedhjet lokale, pushtetit lokal. E fitoj Partia Socialiste. Humi PD-ja. Nuk them që fitoj, po humi PD-ja. Pse? U pa që nga neni 24-1. Shkatërimi i administratës. Shikon qoftë se një shteti do t'i grysh themelet, fillon me administratën, shkatroj administratën. Sepse administrata në një shtet dën dekada të ngrihet. Unë them që edhe sot akoma nuk është ngrit administrata. Ti pushove, pushove nga puna deri punojse në gjendje civile, që ishte specialist, a i din dhe kështu në Shkodër, për shumë, ma i mëllë ato. A i din dhe regjistrin e lagjes time kështu. E hoqe, se ishte gjoja ndarë partijet komunist, vunet deri në 3 vetë nuk e banin punën e ti. Do të them një kuriozitet. Pa tjetër. Në 93-shin, një delegacion i Kuvanit, në atë ko ishte Kuvani Popullor, shkum në Ungari, unë ishe kryetar delegacioni. Në takimin me presidentin, Arpad Gëns, në priti vetëm 2 vetëve, mu edhe një deputet PD-s, nër me tjerëva e pyta, si keni vepru i thash me administratën. Kemi bëjë gabim shumë të madh. I larguam, vendosim një, nuk e bënte. Deri në 3 nuk e krynin punën. I thirrën mendjes me i kthy nuk na vinin matha. Sepse i morin përëndimort, sepse ato ishin specialista, nuk ishin partjak. Dhe në qoftë se ato tha,
I paguajnë $2.000 në muaj, nes mund t'i paguaj ma shumë se 500, bëhet fjalë në 2093. Kur kam pyet presidentin Havel, si keni vepru